Si të emëroni një hotel për të krijuar një fitim? Kërkesat për emrin e hotelit si një element i marketingut. Emri i hotelit duhet të jetë unik, domethënë parandaloni konfuzionin me bazat e tjera të akomodimit në rajon. Gjithashtu, unike e emri do të thjeshtoj procedurën e regjistrimit të një ndërmarrje dhe markë tregtare. Ai duhet të jetë harmonik për 100% të audiencës së synuar aktuale dhe të ardhshme. Emri i hotelit duhet të tërheqë vëmendjen. Duhet të tingëllojë krenar status. Një person nuk duhet të turpërohet kur telefonon hotelin në të cilën po qëndronte. Emri i hotelit do të aplikohet më pas në media të ndryshme në formën e një logoje. Fillimisht ajo duhet të ketë parakushtet për zhvillimin e logos origjinale. Është e këshillueshme që emri të tingëllojë njëjtë në gjuhën kombëtare dhe në anglisht. Pastaj, për shembull, do të jetë e mundur të keni një logo për të gjitha gjuhët, do mos mendoni nëse përktheni emrin ose shndërroni. Emri duhet të jetë pjesë e pozicionimit nëse zbulon temën e hotelit, domethënë nëse hoteli ka një temë dhe ai mund të shfaqet në emër. Gjithashtu, pozicionimi i hotelit shpaloset mirë nga dekodimi i zakonshëm i hoteleve tipike. Emri duhet të jetë mendja për personin i cili në një afat të gjatë duhet të jetë përgjegjës për punën e hotelit. Për vendodjen e hotelit është shumë e rëndësishme. Parimet bazë. Krijimi i strukturave hoteliere dhe turistike do të bazohet dhe mbështes mbrojtjen e mjedisit, përfshirë burimet natyrore, ekosistemet, peizazhet, biodiversitetin dhe në disa raste edhe do të mbështetet në përmirësimin i mjedisit ekzistues. Do të sigurojë strukturat sociale dhe mirëqenien sociale të banorëve dhe destinacioneve turistike të njerëzve që punojnë në këtë biznes dhe të gjithë shoqërisë. Do të mbështes mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore, zakoneve dhe traditave kulturore. Zhvillimi i strukturave hoteliere do të nxitet nga orientimi drejt tregut dhe cilësia. Studimet e vazhdueshme të tregut në të gjithë nivelet çojnë në përzgjedhjen e grupeve të synuar me potencialin më të lartë dhe sigurojnë njohuri dhe përprisshmërinë dhe kërkesat e konsumatorëve. Oferta, cilësia, standardi dhe menaxhimi i produktit turistik i drejtohen konsumatorit. Planet për krijimin e produkteve bazohen tek përputhshmëria e produkteve me nevojat e tregut të synuar. Planifikimi, zhvillimi, veprimtari prioritare dhe menaxhimi do të bazohen dhe do të përqendrohen tek rajonet turistike, produkte turistike brenda destinacioneve turistike dhe atraksione turistike. Planet për zhvillimin e produktit turistik do të bazohen në rajone turistike, destinacione turistik dhe atraksione turistike. Për organizimin e ofertës turistike